Besimtarët katolik të Shkodrës kanë kremtuar udhën e kryqit në malin të Araboshit. Zoti dashtën kam katnue, por tim fal se jam pendue. Përmes 4.000 ndalesave, ata përkujtuan vuajtjet dhe mundimet e Jezu Krishtit që nga momenti i dënimit e deri te kryqëzimi. Në mesazhin e tij arkiepeskri i Shkodrës, i mësoi Giovanni Peragjene, tha se udha e kryqit është një moment reflektimi për të mirën e njerëzit, ndërkohë kishte një thirrje për politikanët që të mendojnë për të mirën e shoqërisë. Jemi në prang të javës së madhe që do të fillojmë nesër. Është bukur që sot si dioqezë gjithë bashkë fillojmë këtë udhën e kryqit. Sigurisht në këtë javë, në këtë kohën e kreshmeve, çdo famulji ka bërë udhën e kryqit në bashkësinë e vet, por është bukur që sot si dioqezë bashkohemi për të bërë këtë udhëtim. Do me thënë, udhën e kryqit është momentin në të cilin ne të krishterë e meditojmë mundimin e vdekjes së Jezusit, që do të meditojmë në mënyrë të veçantë në javën që fillojmë nesër, për të arritur në momentin e gëzimit, të ringjalljes, që është pikërisht festën e Pashkëve. Në këtë udhëtim e përkujtojmë gjitha situatat të vështira që secili prej nesh, si qytet, si kombi, si shtet, mund të përmballojmë, duke besuar që vdekja nuk është fjala e fundit, bas vdekjes është ringjallja, bas vuajtjes është edhe gëzimi. E kjo është udhë që tani fillojmë me devotshmëri, duke medituar vdekjen e ringjalljen e Krishtit. Udhën e kryqit është një moment meditimi, reflektimi për të mirën e njeriut, shpirtërore, por edhe sociale. Sigurisht ne lutim Zotin edhe në këtë moment që të vinë në të ardhmen edhe për politikanët, për të mirën e shoqërisë. Është një moment në të cilin ne e lutim edhe për ata. Ky ritual ka një domethënie të veçantë për çdo besimtar. Udha e kryqit i para prej javës së bardhë të Pashkës Katolike, nga hënën e të shtunë është java e madhe, ndërsa dielën besimtarët katolik do të festojnë Pashkët.